أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم Wa bëj për hajrë edhe une, bas hoxalarve, imamit dhe hafëzit, edhe unë tash va bëj për hajrë Ramazanin, Allah në i bëft kabul, agjerimet, ibadetet, nijetet, në rujt shëndetin, 2-3 ditët e para, në turblon pak ajo, mungesa e kafes, ndoshta për dikën nikotina, po inshallah bëhet ki muaj sebeb, që unë sot bona nijet kafe nuk dë pi. Edin, ta shofim, derisa ajo më dëmton mu, vërtet, 2-3 ditët e parë xhamat unë jom për kërkën. Allah i sabër edhe qerve që kanë problem, e di shumë mirë si është ajo, dhimta e kokës, në bare për xhamatit, natën e parë dulëm si fëmi për jashtë, isha tu vjellë për pak, po s'kemi çka të bëjmë. Për qatë kom bon njetë këtë Ramazan dhe reduktoj kafe, do me thënë, 2-3 kafe në ditë, këtë Ramazan, ose një ose hiqë. Dhe kjo u bë inspirim para disa ditë tu ardh hesë në xhami edhe kur je unë të veç mendoj apo ti do ham gjithë paj. Edhe më shkoj se kjo ndërmend. Çka të njetin e kafes tuaj bëm, shkoj ndërmend e di se ka do musliman që ta në vitin Allahu i falt konsumojnë alkool dhe ajo është bëma një pjesë e jetës së tyre. Vesë është bë. Nëse kafja halal ajo tjetra haram, ai Allahu diape llogarin ne aty nuk përzihemi. Allahu Teala gjithë i shpëtoft. Mirë po çfarë qëndrueshmërie, azm i thonë arabisht. Çfarë përpikmërie mund të ketë një njeri që 19 muaj pa ndërprer ta bëjë vesh për izat të Allahit çat muaj trak ta ndalë. E nëse për atë diçka haram, për ne hoxhallarët le të jetë diçka edhe pse është halal, po pak e teprojmë, apo ka 2, 3, 4, ngjoj dikush i 7, 8 në ditë, ma pa në Ramazan kapitullon shëndetje, po ashtu bën. Për çat kjo u bën një inspirim për mua. Ta shojmë a do mund ta mbaj. Ta shojmë a do mund ta mbaj. A ky tjetri që neve shikojmë me sy për buzët kështu, ky pa iraki, ai tan muaj nuk e shtin negoj hatri Ramazanit. Hatri Ramazanit. Ma pa kemi edhe do gabime qera, me në une, e në ju si xhamat lind ndoshta. Këti kemi do gabime që brenda 12 muajve në vit neve e manifestojmë nervozën, dim të nervozohemi, dim të them zemra. Kjo përkundrazi tash në Ramazan na shtohet. A ne u desh të bëhemi të gatshëm që në Ramazan të paktën ta ndërpresim këtë. E tash a dhe kemi atë fuqi, shif ky rakin e la. Haj ta shohim te hoxho. Apo ti qetri që falim neve 5 vakët namaz në xhami, çka gjua dhe mund ta mbajmë çka Ramazan. A e kemi atë zemër njerë, ta bëj atë niyet. Unë këtë Ramazan do jem më i përpikshëm se ai qetri që pi raki. Edhe në Turqi është ashtu, kemi farefis. Më mendojnë se hoç 7 breznat në këtë hoxhallar, jo, kemi lloj-lloj njerëz në familje. E shohësh na hoxha unë një javë para Ramazanit, bëj të bistikfa, ta në Ramazanit nuk e shti ati let në goj. Halal i koft. A ne dhe brenda Ramazani shahemi. Ne dhe brenda Ramazani ofendojmë, folim bas shpine, bëjmë gëjbet dhe i hargjojmë këtë se vapet e këti agjerimi që shpresojshim dë hymë pa gjunafe, dë dalim pa gjunafe, ama se di. Allahu Teala gjithve sabër në dhash, qatë vendoshmërin në dhash, gjematani. Dë kushin atë gjunaf, dë kushin këtë gjunaf, këtë e kemi një pik të dobet që ndoshta që kjo dhe ishte i Ramazan, inshallah që dhe bëjmë një njet, edhe të bëjmë një teube të sinqertë. Mo i dini përmesh derset e Ramazanit, po erth radha edhe unë të flasë. Për bereqet do t'i përkthejmë ato ajete që flasin për agjerimin e Ramazanit. Allahu Teala thot, Surja El-Beqara, ajetin 183. Ja ejuhelledhine amenu, o ju që keni besuar, kutibe alejkum, u është shkruar, do me thënë, u është bërë fars, alejkum juve, siyamu agjerimi. Si kema kutibe ale ledhine min qablikum,
Një lloj si e kanë pas farz ata para jush, dhe këtë va kanë bë farz juve. Pse? La'allakum tattaqun, që shpresohet se do bëni takva dhe çashtu. Disa gjunafe do t'i lini në këtë muaj të Ramazanit. Hasan el-Basriu rahimahullahu ta'ala ka thënë: O musliman, kur e dëgjosh fjalën e Allahut, ja eyyuhalladhina amenu, o ju që keni besuar. Thot dëgjoj me vëmendje, se më njëherë pas kësaj vjen ose një urdhër me të cilën do të urdhërohesh, ose një ndalesë me të cilën do të ndalohesh. Tamam. Thon kur thot Allahu Teala, o ju që keni besuar, dy pika, ta dim se vjen diçka shumë e rëndësishme. Këtu çka erdhi tash? Erdhi farzllëku, thon obligueshmëria e agjërimit të muajit Ramazan. Gjafer es-Sadiku rahimahullahu ta'ala ka thënë: ledhetu ma fi nida izaletu tabil ibade wal ina. Lezeti, pse e bie Allahu Ta'ala këtë ja eyyuhalladhina amenu? A ka mund thosë direkt farz e keni agjërimin? Çka do se mund na thosë Zoti? Bile mundesh të na thosë edhe hiç më bëni ibadet. Va kam caktuar xhenemin. Gjithë thush. Allah është. Nëse ai nuk bën zullum, prandaj na ka pru në këtë dynja për sprovë, si të bëjni vepra të mira do jeni në xhennet, si të gabojni do hyni në xhennet. Thot Gjafer es-Sadiku, knatësia dhe qëllimi pse Allahu Teala para disa urdhërave apo ndalesave na drejtohet me ja eyyuhalladhina amenu, është me largu atë vështirësi të ibadetit. Më të vije si gajle, më të vije si barë. Vend Ramazani, kush dë mbaje? Se dia, nuk jam statistiqar, ama më duket shumica e shpive tona, këshu e presim Ramazani. A kur hym në WhatsApp statuse, mashallah, kitë stoli, zbukurime, fotografi, tash kanë dalë do me efekte, i veshin fëmijët, halisi me të bardha, këshu, happy Ramadan. Mu më pëlqen këto fakte, mu më pëlqen. Se para disa muje për vitin e ri që nuk ishe jona, i bëjshin prapa ato statuse, shqyqyra Allahut edhe për Ramazan që i bëjnë. Kjo të regon se natë shtëpi, ndihet një gëzim dhe lumturi se hinë ki mua i bekuar. Shife që ka thot Gjafer es-Sadiku, rahimahullahu ta'ala. Thënë, qëllimi pse Allahu Ta'ala në drejtojt me, o ju që keni besuar. Dhe me thënë, këtë urdhër tash që do të japë tyje, mos e merë si barë, mos e merë si gajle, mere si knatësi. Se shift kam quajtur ty besimtar. Kam qujt i jemi, dosti jem. Kështu edhe dosti kur drejtohet, apo, o, hoxha jemi dashur, ku i jebe hoxha më i meri dinjas. Ma pa gjitë do se le të më kërkoje, me njerë ja. Knaci bëhet ajo. Dva thejri hoxha. Pram hoxha. Ani, deri sa gjemë vend, s'ka problem. Vetëm mos të prohet. Po, do me thënë, me këtë njetë kur dhe e pranojmë urdhrin e Allahut, kështu kur do t'i qasemi ibadeteve që ne ka bo obligim Allahu Ta'ala, atër do ndjem kënaqësi dhe nuk do t'na vije vështirë, dhe shumë shpejt dhe kalojnë xhamat. Ta provojmë në namaz, kur i numërojmë reqatet, calin reqat jemi, i diti, në 18 qera për teravi. Nuk kalon, na duken si 180 reqate. Kur fillisht koncentrohesh, prit be ta ndjeju në këtë kënaqësi në ibadet me njerë kalon. Kur e ndjesh, hoxha thot, ala rasulina salavat, usos namaz. Ashtu është xhamat. Nefsi ta zmadhon, se nefsi o dyshmani më i madh i Allahut xhelle xhelal. Atërat dhe sulmësh me të kundërtën. Çka don? Ma shpejt dale pi namazi. Ti thush jo, do ndjesh kënaqësinë nga namazi. I vjen vështirë, vajnë Ramazani, për inat do të kënaqi se vjen Ramazani. Allahu gjithve na e bëft këtë nasip, po ndjem kënaqësi vërtet me gjithë shpirt, se kështu neve ndukje themi ndjem kënaqësi, ama pe brenda problem. Dhe kalojnë xhamat, ibadetet kalojnë shpejt, vitet kalojnë. Neve që jemi të kësaj lagje, po kemi edhe misafir në xhamiat e tyre të veta. Kush e di sa Ramazani kemi kaluar. Me vetëdije, sa e mbajmë mend, Allah i ka bërë. Po një 27, 26, 25, do kushi 67, 66, 65, apo do shta qash Ramazani i kemi kaluar i subhanallah. E tash me krahasu veten në të Ramazan të parë, edhe këtë të mbramin, nëse jam i njëjti, çka kanë bërë xhamat? Gjithë ato vite na kanë kaluar. Ata dim Ramazani është ajo
pika, pikude e masim, do me thënë, unë e pi vjetë, deri si mjetë, çka kam bo? Çka kam bo? A kemi shtu dë një ibadet ma tepër, a kemi shtu dë një, ku e di, s'flas për ne o xhallarët, dë një liber ma tepër të lexojmë, përkthejmë, botojmë, bëjmë, kthejmë. Hajde të themi se kemi bo, hajde, që mu bo nasib, brenda aktiviti, shqyqër Allahut, e botum një, hajde, mirë. Një, sa me vlude kom marrë pjesë, sa kilogram mish kom hangër, edhe atë me e bo hesapa, ma njara. Apa, kur dhe e shikojsh, Ramazani erth, Ramazani shkoj. Vjetë shif, si djema kujtohet, vjetë Ramazani si erth, edhe shkoj. E në ky Ramazan erth, shumë shpejt na shkoj e xhamat. Për çfarë ti shfrytëzojmë këto raste? Ti shfrytëzojmë. Po si ti shfrytëzoj boxhë gjithdush më shumë, që rajonët, që këto bindje, që këto qasje ndaj ibadeteve ti ndrojmë. Allahu am ka thënë diçka, kjo është kënaqësi për mua edhe pikë. Dhe dhe jemi të butë, dhe jemi të kuptueshëm. Sa të ndjem kënaqësi nga këto ibadete, se për ndryshe, siç thash, vitet shkojnë. Edhe gjyna është kalojnë 35 Ramazane, brenda atyne, xhamia u ndru xhamat. E në xhamia ndroi, para mendo, u renovu xhamia brenda këtyne viteve. Unë si fëmijë kur isha ndryshe ishte xhamia. Para disa viteve ndryshe ishte xhamia. Çatë folshim sot me një xhamat li të dashur. Si fëmijë neve gratë nuk vishin në xhamin nalt. Ta shqyqyra Allahut vin apo. E në mashallah për sonte, valla janë për mashallah. Hoxha. Elhamdulillah, shqyqyr. I kemi veli nimet i thunë edhe Osmanligje dhe to, që thënë është një nimet i bekuar. Nan, teze, hall, motër, vajs, ato janë bereqeti jonë. Shqyqyr Allahut shif, ka ndru xhamati, shif. Burra gratë është falemi, gratë normalisht nalt mbas perdes, ama ne a kemi ndryshuar neve. Mashtrimi më i madh i shejtanit xhamat këtë dhe përmendi me ju kështu se 90% të njihemi edhe në jetët e përditshme. Inshallah s'dëm keq kuptojni. Mo thosë hoxha na tha se halal është ta bësh këtë gjëna jo. Nëse çe kështu i qasemi Ramazanit, si e bëjshim edhe neve në rini edhe shumica ndoshta. Dhe vaj Ramazani, do nejsi 5 vakët namaz në Ramazan. Elhamdulillah, nuk thom Allah i bon kam. Ama Allah ti din edhe njetet e brendshme, ato në qeftas që nuk i dish ndoshta edhe vetë ti. Me pazarlek me Allahun ibadet nuk bëhet. Me pazarlek nuk shkon. Ai në Ramazan dë falin janë një muaj të mbushen me sevap e ma pa prap dë vazhdoj çashtu unë si du. Jo, shfrytëzoje këtë Ramazan. Këtë ta thot një njeri që e ka bë gabimin e njëjtë. Gabimin e njëjtë. Mirë po karakterin nga karakteri ndryshon. Këtë tash që të vathem mos ma keq kuptoni, mos thoni hoxha na tha. Mirë po unë personalisht flas për veti, Allah i na fal kitve gjunafet, më kapi një fazë shumë e rrezikshme në moshën bashkur, elhamdulillah në Ramazan edhe ajo moshë vjen në xhami. Shkolla e mesme filloi pak dali, hundën termo. Baba s'merr vesh, nana s'm kupton, ato ku din ato, tamam, hajt. Dhe më kapi një fazë mu që nuk ndjesha kur gjë, as Ramazan, as Bajram, as Xhuma, as namaz. E ta që kjo sprova e shumicës për të rive që kanë telefona dalin se. Nuk ndjen kur gjë për ibadeteve pse? Pse hyn gjunafe o loçk, nuk ka faj Allahu, dini Allahit nuk ka faj, as xhamia nuk ka faj. Neve i përlym zemrat tona, ma pa nuk ndjem kënaqësi nga ibadetet, i dhnohemi me Allahun xhenle xhenal. U desh i dhnohemi me ato gjunafe dhe i dhnoheshim. Edhe më kapi tash ajo fazë. Ishte edhe Ramazan. Thash unë derisa nuk ndjej kur gjë, sa inshallah nuk i na dal pi dini astaghfirullah ya rabbi na falest. Thash nuk do shkeli ben xhami. A be Ramazan, a be Xhuma, teravih 33 rekat. Jo be çfarë teravih. Shif, ndonjëherë biesh edhe në këtë nivel. Po shqyra Allahut, ajo e rrëmja e keqe për te posh, u bosebe ndoshta sot unë e thom ka thënë Allahu xhelle xhelalu në Kur'an. Mirë po, unë gjithat ndryshim të poshtë termo, plasën për andej, për këndej, edhe elhamdulillah e kuptum një realitet. Hala një musliman të vazhdoje qatë Ramazan, veç dë vajnë Ramazan të falen. Dhe e mbaj qatë Ramazan, si e kom papi babit tem, vallahi jo mashtrimi mathi shejtanit. Shifaj shejtani malkuar mu më qiti komplet në offside. Ama më shira Allahut, tak në kthe u prap. A këshu, prejt hoxha u më mgus, unë e dërrejnë, qatë nivel, nuk është ai nivel i duhur, beso. Një ditë dëftofesh, e në dëvesh teravive se tot babi ose gjyshi. Nese, elhamdulillah, mua jo mosh, nuk mund me zort, ama më bëhet formalitet e kom fjallën. Ta ndjemi ibadetin, ta ndjemi. Allahu Teala thot, o ti që ke besuar, do me thënë, ta pranoj ty imanin, ta pranoj ty akiden, dhe këto punë kërkoj kanë vetëm akide dhe kur gjatë qëtër gjema.
Akide do thot diçka në të cilën e lidhish zemrën. Ne jemi akidja e ehli sunnet vel xhamatit që i themi. Ne besojmë si pejgamberi dhe si sahabët e tij. Ato si janë qas ibadetit edhe neve duhet me ju qas apo. Kështu neve me pazarllëqe, me si të më konvenoje, në mujt një herë të fali, një bajram, në vjet një herë të fali një bajram, në vjet një Ramazan dhe e kaloj, ma ba të vazhdoj. Undru xhamia ti halasën undrove. Gjitha ato njerëz i shtinëm ndërvar, neve halasën undryshuan. Për qatë, pa e shiua temen që thash dola komplet nga sistemi, mundesh tash tu qenë xhami ta bësh atë njetë, unë të vazhdoj edhe mbas Ramazani, qashtu si jam në këtë Ramazan. Ato pazarllëqe brenda, dhe kërkojmë ndihmë pe Allahut, atë vullnet të fort, atë përpikmëri, na jape që aman mos kthej. Mos kthejnë ato rrugë të këqija. Po hoxha unë s'kam rrugë të këqija, vetë namaz nuk kam. Punën më të keqe e bëj këti. Punën më të keqe ti e bëj këti. Kush je ti? Te i besim gjishe që i në të mosh të ma. Mirë. Vazhdojmë tash edhe një 2-3 sqarime, edhe do të mbarojmë. Çka do thot fjala siyam? Kutiba alaykumus siyam. E keni farz agjërimin. Siyam në gjuhën arabe do thot imsak. Ne vedim edhe këtë fjalë. Kuro imsak, ja po. Deri kur mund të ham syfyr. Pse i thujnë imsak Ramazanit? Sepse do thot me përmbajt veten. Është marrë nga fjala imsak se thuhet sameti rihu, agjëroi era. Kur thuhet arabisht agjëroi era? Kur ndalet edhe nuk fryen. Tash xhema do t'ju lusim pak të bëjmë vend se te dera presin. Apo kanë thënë agjëroi kali. Cili kala? Ku mund të agjëroi kali? Do me thënë kur ndalet edhe nuk ec apo nuk vrapon. Po arabët kanë thënë po ashtu edhe agjëroi dita. Kur thujnë agjëroi dita? Kur ndalet dielli në zenit. Do me thënë aty ndalet disa minuta nga lëvizja e saj. Do me thënë kur e përkthejmë kështu në formën e lugatit të fjalorit, bukfalisht i vjen agjërimi, do me thënë saumi, me u përmbajt, me u ndal, mos me lëviz. Po ashtu thuhet arabisht edhe kur betohet një person se nuk do të flet. Do me thënë agjëron nga të folurit, si kalon edhe në Kur'an për Hazreti Merjemen. Allahu Teala kështu na thot neve, inni nadhartu lirrahmani sauma. Hazreti Merjemi ka thënë une i premtova Zotit Rahmanit, çka? Sauma, se do të agjëroj, pra nuk do t'i flas askujt. Kjo sa i përket fjalorit. Ndërsa në istilah, në terminologji islame, i thunë kësaj. Do thënë çdo fjalë arabe ndahet njerë në lugat, këtë ne shqiptarët se harrojmë lugat. Lugat i vjen fjalor. Tamam, ta komplet një lugat, hoxha, faleminderit. Hoxhallarët e vjetër pa lugat nuk kanë dalë në ders. Bile ka vërtet një qitab Okianuse ka emnin, halisi një lugat, o xhamat. Çka ç'është i madh, e ne kanë ndoshta një 2000 faqe. Po, tash dhe e bëjmë një ritual të Ramazanit, çdo 2 minuta do duhet thom xhamat, hajde ne pak se pia xhema bëjnë me isharet. A nuk e din se para 15 sekondave çatë thash. Ku ta di na i gjunafi? Xhamat, atër mundësish edhe pak nëse mund të vizim, ku e di? Që pitash e thonë edhe për atë qetrin që dëvajmë pas 15 sekonda, hajde në njërë lëvisnë. Më fani, e ditë është a i ka ardhë ma, po. Atër safi i parë në kërkojnë, nëse mundet edhe pak ma para. Ulemat kanë thanë, kur bojt gjemati kalabalek, jo sprova e hoxhës, se ndaj vitin diçka, po. Afetul alim, kethretul me gjallis. Bere qatë vesën, shqyqyrë Allahut. Ku ka ma mirë, shpejnë në Allah i të vinë njeri. Bujrun, hajde. Ndërsa në istilah, do të thot një përmbajtje, një ndalur, mirë po e caktuar. Jo, hajde tash nuk do lëvizi, mbajta Ramazan, jo. Po, kur përmbajsh nga e ngrënura, nga pijet dhe nga marrëdhëniet bashkërtore. Mirë po thot ky dietar me aterkil atham, sigurisht që kjo nuk është pe parimeve kryesore, po bashk me braktisjen e gjunafeve, se jenë në ibadet, është muaj i bereqetshëm, komplet muaj e ka një hyrmet, një shenjtëri, atër duhet me respektu pak ma tepër këtë muaj.
Allahu Teala thot kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum, ashtu si u kanë bërë farz edhe popujve më parë. Tregohet se Hazreti Ademi alayhis salatu wassalam po ashtu e ka pas farz të agjëroj. Kur zbret këtë pejgamberi alayhis salatu wassalam, ja tregon Hazreti Aliut. Thot Hazreti Aliu, erdha te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i dhash selam, ai ma ktheu selamin, po më tha, ja Ali, she edhe Xhibrili alayhis salam ty ta kthen selam. Subhanallah. Edhe Xhibrili ta kthen ty selamin. Hazreti Aliu, çfarë fatlumi në jetë apo? Dhe tash e kuptoj unë pse çash larg pejgamberit neve kemi ardhur në këtë dynjë. Se neve do dyshojshim, se nuk e shohin syt tona, se kap logjika jon, do kishim dyshuar ndoshta. Pika e dish be hoxha, vallahi e di, billahi e di. Pika e dish o hoxha, e di se kemi edhe në xhami njerëz që dyshojnë mirazhin pejgamberi alayhis salam e ka bu. E njëjta gjë. Atë të ishe qenë ti edhe prezencën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, do dyshosh se kim duket ja fut kot, se s'ma kap logjika mu, Xhibrilit ma kthej selamin mua, se nuk e shoh. Mirazhin. Si mund po? Si shkojë 7 kat qie nal pejgamber. S'ma kap logjika. Ma nuk ka ashtu. Atë do thoshte, nuk ka ashtu diçka edhe Xhibrilit ma ktheje selamin. Allahu na ruajt imanin xhamat. Shif, ndryshojnë akidet, ndryshojnë para 30 Ramazaneve ndryshe besojshe. Ti ke ndryshuar për te posh, jo për terma. Dhe i tregon pejgamberi alayhis salatu wassalam, thot kur u zbret në këtë botë Hazreti Ademi nga xheneti, dielli ja djeg pak lëkurën dhe nxihet. Prandaj vjen Xhibrili alayhis salam te Hazreti Ademi dhe i thot, a dush të kthehet prap lëkura ashtu e bardh si ishe? I thot po, atëherë i ke obligim të agjërosh ditën e 13, 14 dhe 15 të çdo muaji, dhe këtë e ka pas Hazreti Ademi farz. Ndërsa popujt para jush është fjala apo? Ndërsa do dietar në krye me Hasan el Basriun kanë thënë, min qablikum, kur thot Allahu Teala, popujt para jush, do me thënë një fe e abroguar para jush ka qenë feja krishtere. Erdhi pejgamberi jon i dashur, na e soli këtë sheriat të sotshëm. Edhe ato e kishin thot një agjërim të ngjajshëm me agjërimin ton, e kishin fiks një muaj në muajin Ramazan, do me thënë 29 apo 30 ditë. Mirë apo, pse ndrojshin stinët, ndonjëherë kapte verë, ndonjëherë kapte dimër, umblodhen do në thojza dietar të asaj kohe, njëci që këto që na dalin sot televizor na thonë s'ka mirazh, ku e di s'ka dënim të varrit, po s'ka ndoshta Allahu Teala na ruaj, thonë edhe s'ka mizan, s'ka peshore në botën tjetër. E në pak mod na thonë s'ka xhennet edhe s'ka xhenem, Allahu na ruaj imanin. Çashtu janë pidaf edhe në atë fe, do me thënë në atë sheriat të devijuar disa në thojza ulema, në krye me mbretërit e tyre, e kanë bo statike agjerimin e tyre që e kanë pas një muesh, në një stinë, xhemat, me na pajt, Allahu Teala neve, cënën stinë dhe kishit dash të agjerojni, kitë dhe kishim thanë vjeshta, se është ma freskët, ma flatë. Edhe ato e kanë bo statike. Do me thanë, 30 dit, në vend Ramazanit, do t'i agjerojmë neve në vjeshtë. Dhe këtë e kanë bo statike. Ndërsa, me kalendarin hënor, kalendari hijri, që i themi neve, ajo brenda vitit do rrotullohet çdo herë, ndonjëherë do të kape dimën, ndonjëherë verë. Çka ka thënë Allahu, çfarë do bëjmë? Mirë po, si qefaret, si pagë për këtë, çka kanë bërë si dëmshpërblim, tash e prekëm neve dinin e Allahut, do t'i shtojmë edhe një 10 ditë, që kjo le të jetë ai gabimi jon që kemi prek në dinin e Allahut. Që kështu ndodh xhamat kur nuk i ndjekim ulemat e vërtet të ehli sunnet. Që kështu ndodh kur nuk e ndjekish Islamin 1300 vjeçar që është pjek nëpërmjet 4 mezhebeve. Ne jemi mezhebi Hanefi, që kështu është Ramazani, që kështu është sheriati, që kështu është suneti i pejgamberit, që kështu është namazi i yatsis, që kështu është teravia, 20 rekat është fal, kur mundohesh të prekish mapa yasi, përfundohesh. Bile do ka edhe më në detaj, derisa të vajë muezini, ti tregojmë edhe ato, vjen një mbret, ai thot, pimi e që edhe 7 ditë edhe një javë qera, njerë kur e prekish atë, mapa kjo vën, zinxhir. Ai kur vdes gjali vet mbret thot, po 47 ditë u bon tash, hajta rumbullaksojmë ta bëjmë 50 ditë mbajmë Ramazan, si duan 50 milion ditë të mbajnë, kur nuk e agjërosh në atë ditë Allahu që ta ka caktu, bëhet vetëm një mashtrim i shejtanit. Mirë xhamat, me këtë dhe mbarojmë, kishim një dua të hatmes, Allahu Teala ja bof kabul. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم قهر الكفرة والفجرة والملحدين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين إمامنا سالمين اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة إلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الكافة والحمد لله رب العالمين الفاتحة